Një tender i shpallur fitues nga Universiteti i Mjekësisë në Tiranë për rikonstruksionin e Fakultetit të Farmacisë dhe Shëndetit Publik ka ngritur dyshime për konkurrencë të pandershme, pasi oferta fituese ishte shumë afër fondit limit. Giovanna Nikolli, e cila ishte shënjestra e një atentati me eksploziv në Elbasan vitin e kaluar, ka shpërndar një foto ku shfaqet e armatosur, duke ngjallur shqetësim për ndikim të keq në rininë shqiptare. Siguria ushqimore në Shqipëri po bëhet gjithnjë më alarmante, pasi produktet të kontaminuara me parazitë dhe baktere të rrezikshme po hynë në treg, duke rrezikuar kështu shëndetin e qytetarëve. Mbi 100.000 studentë dhe qytetarë kanë protestuar në Beograd duke kërkuar drejtësi dhe transparencë pas tragjedisë në Novi Sad, duke fajsuar keq menaxhimin dhe korrupsionin e qeverisë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV. Një tender i shpallur fitues nga Universiteti i Mjekësisë në Tiranë për rikonstruksionin e Fakultetit të Farmacisë dhe Shëndetit Publik ka ngritur dyshime për konkurrencë të pandershme, pasi oferta fituese e Rafin Kompani ishte shumë pranë fondit limit, ndërkohë që disa oferta më të ulta janë refuzuar pa shpjegim. Një tjetër tender i dyshimt ka përfunduar në duart e të njëjtëve emra që prej vitesh kontrollojnë fondet publike. Universiteti i Mjekësisë në Tiranë, i drejtuar nga rektori Gjeraldin Dracini, ka shpallur fituese kompaninë Rafin Kompani në pronësit të Renido Petritajt për rikonstruksionin e godinës së Fakultetit të Farmacisë dhe Shëndetit Publik. Kontrata është lidhur për 209.735.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 2.5 milion euro me TVSH, ndërkohë që fondi limit ishte 221.176.000 lekë të reja pa TVSH. Pra vlera fituese përfaqëson 94.8% të fondit limit, një diferencë fare e vogël, e cila ngre dyshime mbi konkurrencën reale të kësaj gare. Sipas dokumenteve të disponuara nga redaksia jon, në këtë tender kanë marrë pjesë 5 kompani, 2 prej tyre kanë ofruar çmime dukshëm më të ulta, madje një ofertë ishte 2.1 milion euro më pak se ajo e Rafin Kompani, por për arsye të paqarta nuk është marrë në konsiderat. Ky fakt tregon se procedura e tenderimit nuk është ndjekur mbi bazën e konkurrencës së ndershme, por sipas një skenari të paracaktuar. Megjithëse në letra fituesi i tenderit është Renido Petritaj, burime të ndryshme tregojnë se pas tij qëndron babai i tij, Nefir Petritaj, një ndërtues i vjetër që kontrollon 3 kompani bashkë me të birin Renido dhe me të bijën Fabiola. Kompania kryesore 2F Construction Ltd, tashmë e riemërtuar Rafin Kompani, ka fituar rreth 70 tendera nga viti 2017 deri më sot, me një vlerë totale prej 30 milion eurosh. Gjysma e këtyre fondeve vijnë nga Bashkia Tiranë, e cila është përfshirë shpesh në skandale klienteliste. Ky rast është një tjetër shembull se si kompanitë e lidhura me pushtetin përfitojnë miliona euro nga buxheti i shtetit, ndërsa garat mbeten thjesht një formalitet për të krijuar iluzionin e transparencës. Me tendera të tillë, ku oferta më e ulët refuzohen dhe miqtë e duhur fitojnë gjithmonë, shteti shqiptar vazhdon të pasurojë një grusht njerëzish, ndërsa qytetarët përballen me kriza ekonomike dhe varfëri. A do të hetohet ky rast, apo si gjithmonë, skandalet do të harrohen dhe cikli i korrupsionit do të vazhdojë? Qytetarët janë të zhgënjur nga burokratësitë dhe dështimi e sistemit elektronik të shërbimeve qeveritare për lëshimin e dokumenteve të pronës, duke e kthyer procesin e digitalizimit në një pengesë dhe duke nxjerrë në pa mungesën e transparencës dhe përgjegjshmërisë nga shteti. Qytetarët të zhgënjur nga mungesa e korrektësisë në lëshimin e dokumenteve të pronës kanë denoncuar burokracitë dhe mohimin e shërbimeve bazë në portalin qeveritar, për çka drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli nuk duket se vëuj në zjarr. Denoncuesit të shokuar nga mungesa e përgjegjësisë tregojnë se si paguajnë shumën e konsiderueshme të parave të kërkuara për dokumentet, por afatet kalojnë pa marrë asnjë përgjigje ose dokument mbi kërkesat e tyre. Me të drejtë ata zbulojnë se shërbimet elektronike që reklamohen nga qeveria si lehtësuese, shkurtuese të kohës apo një faktor mbi uljen e korrupsionit, kthehen në fakt në një mur të pakalueshëm pengesash burokratike. Asnjë zyrtar nuk përgjigjet në numrat e vënë në dispozicion për ankesat ose në adresat e emailit të agjencisë qeveritare pronaime@ashk.gov.al, sipas raportimit. Në një kohë kur shërbimet e teknologjisë dhe platformave elektronike janë promovuar si mundësi për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur efikasitetin e administratës, dështime si këto kthehen në reflektime të dështimit të procesit të digitalizimit në Shqipëri ose përdorim të justifikimit për qëllime të tjera. Qytetarët meritojnë transparencë dhe përgjegjshmëri nga shteti për të marrë dokumentet e nevojshme për pronat e tyre, pa kaluar nëpër burokraci dhe pengesa të panevojshme.
Siguria ushqimore në Shqipëri po bëhet gjithnjë e më alarmante pasi produktet e kontaminuara me parazitë dhe baktere të rrezikshme po hynë në treg duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Kontrolli i dobët nga AKU dhe mungesa e transparencës lë hapësirë për dyshime mbi korrupsionin dhe dështimin në mbrojtjen e konsumatorëve. Situata me sigurinë ushqimore në vend po bëhet gjithnjë e më alarmante. Pas rasteve të shumta të produkteve të kontaminuara që kanë hyrë në tregun shqiptar, një tjetër skandal i rënd është zbuluar. 985 kg çuge e kriposur është futur në vendin ton me praninë e një paraziti, L3 anisakis, një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorëve. Ky parazit mund të shkaktojë infeksione të rënda në traktin gastrointestinal dhe komplikacione të tjera, veçanërisht për ata që konsumojnë produkte deti të papërpunuara. Por ky nuk është i vetmi rast shqetësues. Në të njëjtën kohë, raportohet se janë zbuluar edhe 4516 kg fileto deri të importuar nga Brazili me praninë e bakterisë Salmonella spp, një mikroorganizëm që mund të shkaktojë diare të fortë, ethe dhe dhimbje të mëdha abdominale. Ky është vetëm një nga shumë skandale të sigurisë ushqimore të zbuluara kohët e fundit. Kontrolli mbi produktet e importuara duket se është tepër i dobët nga AKU-ja e drejtuar nga Olsi Komici. Disa nga rastet të tjera të njohura ku produktet e rrezikshme janë futur në tregun shqiptar janë 1535 kg shpule i kontaminuar me salmonel, u zbulua në restorantin e njohur të ushqimit të shpejt KFC, por vetëm 177 kg u asgjësuan, duke ngritur dyshime për fatin e pjesës tjetër. Minus 13.2 tona kullore të kontaminuar me oksid etileni, një substancë kancerogjene u gjet në treg dhe mund të jetë konsumuar nga qytetarët. Mira thas miell të ndotur u zbuluan, por nuk pati asnjë reagim nga institucionet. Mandarine me pesticide të ndaluara u kapën në dhjetor të vitit të kaluar, duke treguar edhe një herë mungesën e kontrollit mbi produktet bujqësore. Pavarësisht se AKU pretendon se në tregun shqiptar nuk është hedhur peshk me parazit dhe mish me salmonel, fakti që mijëra kilogram produkte të rrezikshme kanë hyrë në vend dhe vetëm një pjesë e tyre është asgjësuar, lë hapësirë për dyshime të forta mbi transparencën dhe efektivitetin e kontrolleve të institucionit. Ekspertët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga SPAK për të zbuluar zinxhirin e korrupsionit që lejon hyrjen e këtyre produkteve të rrezikshme në tregun shqiptar. Një 19 vjeçare në Shkodër ka plagosur vëllain e saj 7 vjeçar me thik, ndërsa ajo është proceduar penalisht dhe dërguar për trajtim në spitalin psikiatrik, ndërkohë që hetimet vazhdojnë për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shkodër, ku një 19 vjeçare ka plagosur me thik vëllain e saj 7 vjeçar në banesën e tyre. I mituri është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka proceduar penalisht Tasen BM për plagosje të rëndë me dashje dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Pas ngjarjes, ajo është dërguar për trajtim psikiatrik në spitalin e Shkodrës. Dyshohet se 19 vjeçaria vuan nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Giovanna Nikolli, e cila ishte shënjestra një atentati me eksploziv në Elbasan vitin e kaluar, ka shpërndar një foto ku shfaqet e armatosur, duke ngjallur shqetësim për ndikim të keq në rinin shqiptare. Pas humbjes së jetës së një të pafajshmi në atentat dhe lidhjeve me krimin, qytetarët kërkojnë ndërhyrjen e organeve të rendit për të ndaluar shfaqjen e dhunës dhe krimit në publik. Giovanna Nikolli, personazhi i ndjekur në rrjetet sociale, e cila ishte objekti një atentati tragjik vitin që shkoi në Elbasan, është faqur së fundmi në një foto të armatosur me Kalashnikov. Megjithë lidhjet me eksponent të krimit vendas dhe humbjen e jetës së një djali 26 vjeçar të pavajshëm në atentatin ndaj saj, e reja duket se nuk kërkon të heqë dorë nga aventurat e dhunës dhe famës së keqe. Qytetarët e Elbasanit sollën shqetësimin e tyre për këtë shembull të keq ndaj rinisë shqiptare, të cilëve sistemi i korruptuar i mëson se vlerat moderne janë krimi, pushteti, frika dhe imponimi ndaj njëri tjetrit. Ata i bëjnë apel organeve të rendit të veprojnë për këtë shfaqje të hapur të shkeljes së ligjit dhe identitetit qytetar që shpesh lidhet me emrat e individëve ose grupeve kriminale vendase. Denoncimi. Përshëndetje, Giovanna Nikolli shfaqet me AK-47 duke mos marrë parasysh të ndjerin dhe gjërat që la pas. Shteti me sa duket ka rënë në gjumë. Faleminderit nëse e postoni. Nikolli ishte shënjestra një atentati me eksploziv në Elbasan që rezultoi në plagosjen aksidentale dhe më pas vdekjen e një qytetari të pafajshëm. Dyshohet se incidenti ka ndodhur pasi Giovanna Nikolli publikoi një video ku përmendte Nureddin Dumanin dhe i bënte thirrje që të mbante dashnoren e tij, duke thënë se kishte probleme serioze me të. Giovanna është e dashura e Amarildo Nikollit, personazh i njohur në botën e krimit, i arrestuar në gusht të vitit 2023 në Vlorë, ku kishte shkuar për të ekzekutuar të fortin e qytetit bregdetar, Inez Hajrullën. Pas arrestimit raportohet se Amarildo Nikolli u bë bashkëpunëtor i drejtësisë. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur mes Giovannës dhe Nureddin Dumanit,
por e reja ishte shënjestra e një atentati, ku fatkeqësisht mbeti i vdekur fëmijë i saj, Enea Themellari. Qytetarët e Elbasanit sollën shqetësimin e tyre për këtë shembull të keq ndaj rinisë shqiptare. Mbi 100.000 studentë dhe qytetarë kanë protestuar në Beograd duke kërkuar drejtësi dhe transparencë pas tragjedisë në Novi Sad, duke fajsuar kështu keq menaxhimin dhe korrupsionin e qeverisë. Edhe pse presidenti Vučić paralajmëroi masa të rrepta, protesta vazhdoi të rritet ndërsa disa oficer policie refuzuan të ndihmojnë për shtypjen e demonstratës. Ditën e djeshme, Beogradi u shndërrua në epiqendrën e një proteste madhështore ku mbi 100.000 studentë e qytetarë dolën në rrugë për të kërkuar drejtësi dhe transparencë pas tragjedisë në Novi Sad ku humbën jetën 15 persona nga shembja e një stacioni hekurudhor. Protestuesit fajsojnë keq menaxhimin, korrupsionin dhe ndërhyrjet politike duke konsideruar këtë fatkeqësi si pasojë të më shumë se një dekade qeverisjeje nga Partia Progresive e Aleksandar Vučić. Pavarësisht disa tërheqjeve nga zyrtarët të qeverisë, protestat kanë vazhduar të rriten, ndërsa studentët, avokatët, fermerët dhe taksistët janë bashkuar në kërkesat për llogaridhënie të plotë dhe ndëshkimin e fajtorëve. Në mes të gjithë kësaj situate të tensionuar, është raportuar se një pjesë e policisë refuzon të marrë pjesë në protestë, madje disa oficerë kanë vendosur të fikin radiot gjatë demonstratës. Një kolonel policie ka deklaruar për mediat serbe: "Si mund të dërgoj policët kundër fëmijëve të mi, të cilët janë studentë? Ata kanë qenë në çdo protestë nga Beogradi te Novi Sadi, Kragujevci dhe Nishi. Nuk duam të rrahim fëmijët tanë." Ndërkohë, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar masa të rrepta ndaj protestuesve, duke akuzuar opozitën për organizimin e dhunës dhe duke premtuar arrestime për çdo që përfshihet në trazira. Pavarësisht presioneve, protestuesit janë të vendosur të vazhdojnë betejën për drejtësi dhe transparencë, ndërsa situata në Beograd mbetet e tensionuar dhe e paparashikueshme. Kemi kaluar në rubrikën intervista e ditës, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me djalin e njërit nga personat që kanë ndrruar jetë para disa ditësh në autostradën Thuman Kashar. Ngjarja është mbajtur e fshehur nga policia dhe deri më tani nuk janë dhënë detaje. Vetë djali i viktimës ka marrë përsipër të dalë në një intervistë, por neve po i vendosim për arsye sigurie mbulimin e fytyrës. Unë të falenderoj që ti pranove të bësh këtë intervistë me ne. Faleminderit nga ju. Okej, na thuaj më në detaje si e morët vesh ngjarjen dhe çfarë ndodhi, çfarë ka ndodhur me hetimet? Atëherë, me datë 3 që ndodhi aksidenti, më mori një kushirim, kështu kanë plas në makinë, pa i kishte ndru jetë, po thush se në vend, besojnë, si që më thonë në telefon, si të qartë nuk e di, po. Kemi folë me policinë, me shtetin, ato thonë, po merrim atë punë, dhe me thonë, si ta gjem personi, se personi ka ikë. Ka e kupto? Që të vrasin në 12 ditës, sot në 2025 në Shqipëri, se di, edhe më sta gje shteti, nga Laçi, nga Kashar, nuk do të ketë një kamer. Këtë kërkojmë ne, që dalë tjetër, se ne s'po kërkojmë as me evra, as i gjanë, thjesht dalë të na sqaroj si nolli, ka e kupto, se jemi njerëz, ta le tjetrin në autostradë të vdekur e tij, është gjë në të paktën të sqarohet tjetri, se në aksident na ndodh gjithëve, edhe mua si jam shofer vet, mund të më ndodh nesër. Po jo ç'duket tjetri personit dhe mos dihet se kush e ka gjatë as i gjatë. Po, Recep Tamizi quhet, që ka ndodhur në Thuman me datën 3 mars të 2025-s. A keni ju informaciona, janë hapur kamerat e sigurisë? A ka kamera në këtë rrugë? Këtë kamera, unë besoj që do ketë nga Laçi në Kashar. Policia thotë që po bëjmë ato kërkimet tona, po të bo 10 ditë, asi 11 ditë sa bo që asi lloj përgjigje, asi gjanë s'ka dalë, s'dim gjanë po. Ju në të njëjtën kohë, përveç se po i bëni thirrje institucioneve që të përshpejtojnë punimet e tyre dhe të zbardhin ngjarjen se çfarë ka ndodhur për të çuar përpara drejtësisë autorin, ju i bëni thirrje edhe vetë personit që ka bërë aksidentin që e ka shkaktuar. Po, unë po i bëj thirrje edhe personit që ka shkaktuar këtë ngjarje. Jemi gjithë shoferën, mund të ndodh mu dikuj, ti lutem, as më lutisht do të vi si burrat, çoj fjalë, se ne kena si zakon, se nuk po e vret njëri dhe s'po kërkojmë të vrasim njëri, se aksident në ndodh gjithëve. Të paktën me njerëzillik të vjerë të paraqiten ke shtëpia se si ka ndodhur ngjarja.
Kjo është e gjitha se... Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.